Gjen forcën një sportist, pasi lëndimet të tilla kalojnë shumë. Sfida janë më shumë që çdo sportist mundohet të hedhë pas krave, por mbetin një gjurmë. Kur të futesh në pjesën e pallatit të sportit, domethënë duhet të jetë i gjithë fokusi aty. Nëse i bashkon me pjesën që ke jashtë pallatit të sportit, është shumë e vështirë për me. Domethënë duhet të ndosh gjanat, jeta private është tjetër gjë, jeta sportive është tjetër gjë, domethënë, kështu që nëse arrin për me kriju një balancë midis këto dyjave, besoj që mundesh me ja dalë me sukses. Por nëse gjendja emocionale nuk i përballon këto, është pak shumë e vështirë për me vazhdu normal. E përmendëm pak më parë që keni dalë jashtë kufive të Shqipërisë shumë shpejt. Megjithatë, fillimet i keni këtu në Shkodër. Po. Si e kujtoni dhe nëse mund të bëjmë një krahasim me kohën atëherë dhe sot që ju luani në Abu Dhabi? Të them drejtën, ato kanë qenë vitet ti them nërmod bukrat, karrierës teme, diskutohet, sidomos edhe dalja kampion me ekipin e Vllaznisë, që është i vetmi titull kampion për ekipin e voleybollit. Ajo bën diçka më të veçantë, që nuk e kam dalë kampion edhe me ekipe të tjera jashtë, po atë lloj emocioni, domethënë atë lloj krenarie nuk e kam pas në asnjë vend. Ti them që këtu kam pas hapat. Diferencat janë të mëdha, po këtu kam pas hapat e mi fillestar, si thonë, edhe kam pas një mbështetje edhe përkrahje në çdo moment, domethënë prej ekipit, prej shokëve të ekipit që gjaj rastin prap t'i falenderoj, domethënë se në çdo moment edhe pse isha në një moshë me diferencë 10 vjeçare, ti them gjithmonë mashin afër. Kam pas edhe mbështetjen e vllas që ai ka kanë, domethënë ai që më ka prirë këtë sport, po edhe ai që më ka marrë gjithmonë ka marrë gjithmonë të fortë, edhe kur ndoshta jam mërzit, si thonë, se ka raste që në sport edhe mërzitesh, ai ka kanë gjithmonë ai personi që më ka shtyr, domethënë që atë nuk është mirë më nalë ose më dorëzu. Edhe është diçka shumë pozitive për një sportist. Transferimi në lindjen e mesme, Anton, është ashtu sikur se duket edhe nga ekrani? Po, në fakt, shpesh kur kam biseda me miq ose me shok, më thojnë domethënë është jetë e mirë, jetë e bukur, po shiko, për ne, sidomos pjesa e sportit që shkojmë atje për me jetu gjithë vitin, është pak a shumë jetë normale. Sepse ne kena atë rutinën tonë, shtëpi, pallat sportit, shtëpi, palestër, shtëpi, fizioterapi. Nuk është se kena në periull, edhe atë periullën që kena pushim, mundohen atë që me shfrytëzu për rikuperim, pasi nuk është se kena shumë hapësina gjatë sezonit. Edhe normal kur marrën komplet sezoni, me zipresi më kthy në shtëpi, te familja, të miqt, normal të pjesën gjatë verës kena dhe aktivitete me kombëtarin, kështu që nuk është tamam ajo pjesa e turizmit, si thënë. E luksit që shohim në atje. Po, s'diskutohet. Edhe ajo pjesë ekziston, po është shumë e rrallë për ne, si thënë. Në Abu Dhabi, këtë sezon në fakt, e kishit menduar që ekipi mund të mbronte trofet e fituara një vit më parë? Siç është shprehja, për me fitu një trofe nuk është fort e vështirë, po ma vështirë është për me marrë. S'diskutohet, vjet ne dominum çdo gjë. Këtë vit ligjet e sportit i ndryshuan atje, duke u lënë pasaporta shumë sportistëve të huaj për me i aktivizu si lojtar vendas, plus që ishte drejt edhe për 3 sportistë të huaj që luajnë si të huaj në fushë. Edhe kishte ekipe pothuajse gjithë të huaj në fushë. Ekipi jonë në njëjtin ekip, në të njëjtin grup, pasi ishte ajo besimi që gjithmonë forca e grupit ja del, por gjatë kësaj periudhe kishim edhe disa dëmtime, edhe disa pika që momentet decisive bën diferencën, por ne në fund, si thonë, ne ishim në gjitha turnet që zhvillum ishim në podium, edhe gjitha turnet i mbyllëm me medalje, kështu që besoj që ishte e suksesshme si sezon, pavarësisht se jo të gjitha medaljet ishin arit, po prap ne ishim aty. Flasim pak edhe për objektivat e tua, Anton. Viti 2 në Abu Dhabi me skuadrën e Banias. Ku do ta shohim Antonin për më shumë, cila është ëndra më e madhe? Të drejtën, unë kam edhe një vit aty kontrat, por
asnjëherë nuk i dihet, domethënë, sepse situata të ndryshme mund të bëjnë edhe që të lëviz. Në fakt unë kam gjetë një përkrahje, një mbështetje edhe një nimes që gjithmonë klubi ka qenë aty ofër për mua, edhe një respekt popam, edhe në këtë pjesë domethënë kur gjithë elementat që unë kam kërku i kam të plotësuar aty, nuk e kam pa të arsyeshme që të bëj një lëvizje tjetër, por asnjëherë nuk i dihet.